Departamenti Amerikan i Shtetit, DASH, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimet konstruktive të ndërmarra gjatë javëve të fundit nga Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska ndikuan në vendimin e SBA-s për të hequr sanksionet kundër ish-liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, dhe 10 individëve dhe kompanive të lidhura me të. Dodik, presidenti i Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur, ishte sanksionuar 2 herë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit për paqe. Sanksionet ndaj tij, anëtarëve të familjes së tij, kompanive dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë u hoqën të mërkurën, dash theksoi në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se veprimet e Asamblesë së Entitetit Serb të Bosnjës duhet të ndihmojnë në përmirësimin e stabilitetit në Bosnjë dhe të mundsojnë një partneritet me Shtetet e Bashkuara, të bazuar në interesa të përbashkëta, potencial ekonomik dhe prosperitet. Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me aktor politik në të gjithë Bosnjën për të vendosur prioritete të përbashkëta, thuhet në përgjigje. Përveç Dodik, të cilit i hoq mandati si presidenti i entitetit serb pas dënimit me burgim për mosrespektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë, nga lista e zezë amerikane u hoqën edhe antarja e presidencës së Bosnjës, Željka Zvijanović. Zyra amerikane për kontrollin e pasurive të huaja nuk dha shpjegime pse i hoqi ata nga lista e sanksioneve në njoftimin e saj të mërkurën. Më 18 tetor, Asambleja e Përgjithshme e Entitetit Serb miratoi një ligj për shfuqizimin e ligjeve që tashmë ishin shpallur të pavlefshme nga Gjykata Kushtetuese e Bosnjës. Ato përfshin ligjin për pronën e paluajtshme të përdorur për funksionimin e autoriteteve publike, ligji për mosbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të Bosnjës, ligji zgjedhori i Republikës Srpska, ligji për ndalimin e aktiviteteve të institucioneve jashtë kushtetuese të Bosnjës, ligji për ndryshimet në Kodin Penal të Republikës Srpska dhe ligji për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës Srpska. Dodik ishte dënuar nga Gjykata e Bosnjës, shkruan Deutsche Welle, për nënshkrimin e një ligji që bënte thirrje për mosbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të Bosnjës në entitetin e udhëhequr nga ai, përveç dënimit me 1 vit burg, të cilin e zëvendësoi më vonë me gjob. Dodik u ndalua edhe ushtrimi i detyrës për 6 vjet. Asambleja e Përgjithshme gjithashtu i bëri të pavlefshme 12 konkluzione parlamentare të dhjetorit 2024, të cilat disa ambasada perëndimore i përshkruan në një deklaratë të përbashkët si qëndrime kundër marrëveshjes së Daytonit. Asambleja gjithashtu emëroi Ana Terzic Babic, ish-këshilltaren e Dodik, si presidente në detyrë të Republikës Srpska.